Dua të gjej shijen e vërtet kineze, më dishni. Është pak e vështirë për të përdorur. Për herë të parë është pak e vështirë për të përdorur shkopinjët, por me pak praktik bëhet e thjeshtë. Ka një aromë që nuk e kam bjerë kur më parë. Jem kurioztare të di se çfarë ka brenda. Purpur, vezë, djathësoja. Sona tonë të bësot sup e start dhe djekse në gjynë kineze. Ka shie të thartë që të hap oreksin, dhe në cekësi që të ngrohë, veçanërisht në dimër. Pas ka një shie shumë të mirë. Përveç se është një pjatë shumë e bukur, shija është shumë surprizuese, vjen pak e ëmbël, pak pikante, të bën të buzëqeshësh. Pula gumbao është një ushqim i kryinës së Sichuanit, por edhe i kryinës së vjetër perëndorake në Peking. Ka copa bure, kikirik, qep të njom dhe spec të kuq. Është më mirë të hahet bashkë me piraf. Kjo pjatë duket shumë e mirë. Mishi ka ngjyrë të artë, salca shkëlqen, kështu që po e provoj. Mishi i skuqur me sert të ëmbël dhe të thartë preferohet nga të gjithë. Kam nevojë për pak sallatë. Pas ka një shije shumë e mirë. Pas këtyre ushqimeve, kjo salat me spinaq dhe kikirik të freskon me njëherë. Çdo pjatë ka shijen dhe karakterin e saj unik. Jerita, ato ushqime janë pikërisht si këto që kemi në King. Urime ke gjetur shijen të vërtet kineze në Tiranë.